Sa I përket rregullores dhe kushtetutës, mendoj që e keni qartë që ligji është në fuqi dhe zbatohet ligji për përdorim të gjuhëve. E keni parasysh që edhe rregulloria, edhe ligjet tjera që kanë të bëjnë me çështjen e përdorimit të gjuhëve, do duhet të harmonizohen me ligjin për gjuhët në afat për një vit. Po ajo nuk nënkupton që e drejta për të përdorur gjuhën është e pezulluar. E dyta, unë pata durimin që një vjet të pres nga miratimi I ligjit në janar 2018-ës deri në janar 2019-ës që kryetari I shtetit Ivanov të ndërgjegjësohet dhe të kupton që nuk mund të pengon punën e parlamentit dhe vullnetin e shumicës parlamentare. Kështu që I nderuar koleg Micevski, sado që është fillim, çdo punë ka fillimin e vet dhe rrjedhën e vet. Ne si institucion kemi obligim që të bëjmë gjitha përgatitjet. Ju e dini që nga momenti kur ka hyrë fuqi I ligji, kam dhënë periudhë përgatitimore për shërbimet parlament që të mundet të përgatitet seanca në formën siç e parashef ligji.